Përshëndetje, mirë se erdhët në Ultrafaktor. Të gjithë e kemi pritur, a u gjend apo jo? Por, ja pra se ku është, Gjermania, Greqia, apo shumë më afer se sa mendojmë. Kjo pyetje ka kohë që ende në mendjen e njerëzve dhe disa herë përmendet emri Bleuna Mata. Ajo rikthehet me e fortë se kur, një histori që nuk u mbyll asnjëherë. Një mistër që vazhdon të ngjall emocione, debate dhe shpresë. Së fundmi, zërat e ndryshëm kanë ndezur sërish kurreshtjen publike. Disa thonë se Bleuna ndodhet në Gjermani, disa të tjerë janë të mbindur se jeton në Greqi, ndërsa ka edhe nga ato që bisedojnë se ajo është kthyer në Shqipëri dhe jeton në Heshtje. Por, çfarë po ndodh vërtet? Dhe pse kjo histori po rikthehet kaq fuqishëm pikërisht tani? Një emër që u kthye në mister kombëtar, Bleuna Mata, nuk është thjesht një emër. Me kalimin e viteve, ajo u kthye në simbol të një historie të pazgjillur, në një pyetje ku refuzon të marrë përgjigje. Çdo brez e ka dëgjuar këtë histori në mënyrën e vet. Çdo njeri ka ndërtuar versionin e tij dhe pikërisht kjo e ka mbajtur gjallë misterin. Sot, pas kaq shumë vitesh, duket se historia po merr një tjetër kthes, jo sepse ka një përgjigje të prerë, por sepse zërat janë shtuar, versionet janë bërë më të detajuara dhe njerëzit po flasin me hapur se asnjëherë. Gjermania, pista që përmendet më shpesh. Një nga vendet që përmendet vazhdimisht në lidhje me Bleuna Matën është Gjermania. Sipas shumë rrëfimeve, ajo mund të jetë e rritur atje, larg Shqipërisë, larg kujtesës së saj që ndolli vite më parë. Thuhet se ajo ka ndërtuar një jetë krejtësisht normale, me një identitet tjetër, ndoshta pa e ditur historinë e saj të vërtetë. Gjermania përmendet shpesh për shkak të historive të ngjajshme, që janë zbuluar pas shumë viteve. Histori ku njerëz të rritur zbulojnë papritur se e shkuar atyre nuk është ashtu siç e kanë njohur. Kjo e bën këtë pistë edhe më intriguese dhe më të besueshme për shumë kënd. Ideja që Bleuna mund të jetë sot një grua që jeton jetën e saj, pa e ditur se mijëra njerëz flasin ende për të, është një mendim që prek thellë. Greqia, afërsia që ngre dyshime. Menjëherë pas Gjermanisë, Greqia është vendi tjetër që përmendet shpesh në këtë histori. Afërsia gjeografike, lëvizje të shumta, ndërvite dhe historitë e panumërta të emigrimit e bën këtë version shumë të diskutuar. Disa thonë se Bleuna është parë atje, se jeton në një qytet të madh, e integruar dhe e qetë. Të tjerët flasin për zona më të izoluara, për një jetë larg syve të publikut. Rrëfimet ndryshojnë, por ideja mbetet e njëjtë. Ajo është diku dhe po jeton një realitet tjetër. Kjo teori i bën njerëzit të mendojnë, po sikur Bleuna të jetë kaq pranë, por njëkohësisht kaq larg. Shqipëria, rikthim i heshtur, përveç Gjermanisë dhe Greqisë, ka edhe një version tjetër që po përhapet me shpejtësi. Bleuna Mata ndodhet në Shqipëri. Disa besojnë se ajo është kthyer prej kohësh dhe ka zgjedhur të jetojë larg vendlindjes, ndoshta për të mbrojtur veten dhe familjen e saj. Thuhet se ajo jeton në një identitet tjetër, se ka zgjedhur qetësinë prej anonimeve. Ka njerëz që pretendojnë se e kanë parë, se e kanë njohur dhe një ndjesi që nuk shpjegohet lehtë. Këto rrëfime janë të hirshtura, të thëna me kujdes, sikur çdo fjalë të peshohet dy herë. Historia e familjes që nuk kishte fëmijë. Një nga teoritë më emocionale është ajo që thotë se Bleuna është rritur nga një familje që nuk kishte fëmijë. Sipas këtij versioni, ajo ka marrë dashuri, përkujdesje dhe një jetë të qëndrueshme duke u rritur pa e ditur të shkuarën e saj të vërtetë. Kjo histori prek thellë sepse ngre pyetje të vështira. A është më e rëndësishme e vërteta apo jeta që është ndërtuar? A duhet gjithmonë të hapen plagët e së shkuarës? Apo ndonjëherë heshtja është mënyra për të mbrojtur dikë? Pse kjo histori nuk shfuhet asnjëherë? Sepse kjo nuk është thjesht një histori, është një përballje mes shpresës dhe pasigurisë, mes kujtesës dhe harresës. Çdo prind e ndjen këtë histori si personale, çdo njeri pyet veten,
po sikur të ishte dikush i imi, po sikur të ishte femia im. Bleona Mata është bërë pjesë e kujtesës kolektive, një emër që vazhdon të jetoj për tej kohës, një histori që vazhdon të shkruhet, pavarësisht versioneve të ndryshme. Një gjë është e sigurt, kjo histori nuk ka përfunduar, ajo vazhdon të shkruhet sa herë që dikush flet për të, sa herë që një zë i ri del në pa, sa herë që shpresa ringjallet, dhe ndoshta diku mes Gjermanisë, Greqisë apo Shqipërisë fshihet përgjigja që të gjithë e kanë pritur për kaq shumë vite. Dhimbja e nënës së Bleones mbetet si një hinje që nuk largohet asnjëherë nga zemra e saj. Çdo kujtim i vajzës, çdo buzëqeshje dhe çdo fjalë e saj tani jetojnë vetëm me mendimet dhe ëndrat e saj. Ajo ndjen boshllëkun që nuk mund të plotësohet, një mungesë që asgjë nuk mund ta zëvendësoj. Jeta e saj që dikur ishte mbushur me gëzim dhe shpresë, tani është mbushur me heshtje dhe melankoli. Dhe në mes të ditëve të zakonshme, ajo ndjen një vuajtje të thellë që e kujton vazhdimisht se ajo pjesë e saj ka ikur përjetësisht. Megjithatë, në mes të dhimbjes, ajo gjen forcën për të kujtuar momentet e bukura që ka ndarë me vajzën e saj. Çdo përqafim, çdo fjalë e ëmbël dhe çdo lojë e përbashkët janë thesare që nuk mund t'i marrë asnjë dhimbje. Në këtë mënyrë, edhe pse trupi i Bleones nuk është me pranë saj, shpirti i saj vazhdon të jetoj përmes kujtimeve dhe dashurisë që nuk shuhet. Për nënën, këto kujtime janë si një streh, një vend ku dhimbja dhe dashuria bashkohen dhe ku ajo mund të gjejë paqe të pjesshme. Dhimbja e humbjes ka ndryshuar jetën e saj përgjithmonë. Ajo nuk mund të shikoj botën njësoj si më parë, sepse çdo gjë e kujton vajzën e saj. Por ndërsa ajo përballet me këtë realitet të vështirë, ajo mëson gjithashtu se dashuria nuk vdes asnjëherë për vajzën e saj, dhe nëna e saj nuk do ta harrojë asnjëherë vajzën e saj dhe do ta presë tërë jetën derisa ajo të kthehet. Një emër që vazhdon të jetoj për tej kohës, një histori që vazhdon të shkruhet, pavarësisht versioneve të ndryshme. Një gjë është e sigurt, kjo histori nuk ka përfunduar, ajo vazhdon të shkruhet sa herë që dikush flet për të, sa herë që një zë i ri del në pa, sa herë që shpresa ringjallet, dhe ndoshta diku mes Gjermanisë, Greqisë apo Shqipërisë fshihet përgjigja që të gjithë e kanë pritur për kaq shumë vite. Kjo histori prek thellë, sepse ngre pyetje të vështira. A është më e rëndësishme e vërteta apo jeta që është ndërtuar? A duhet gjithmonë të hapen plagët e së shkuarës, apo ndonjëherë heshtja është mënyra për të mbrojtur dikë? Pse kjo histori nuk shuhet asnjëherë? Sepse kjo nuk është thjesht një histori, është një përballje mes shpresës dhe pasigurisë,